Ekspertët ndërkombëtar të turizmit kanë identifikuar disa destinacione të reja që pritet të dominojnë industrinë globale të udhëtimeve në vitet e ardhshme, shkruan Sigfrid Mortquist në një artikull të botuar në revistën çeke të udhëtimeve Quivi.com. Për vitin 2026, vëmendja është zhvendosur nga destinacionet e mbipopulluara drejt vendeve që ofrojnë përvoja autentike, natyrë të paprekur dhe kultura unike, por pa turmat e zakonshme të turistëve. Sipas analizave të fundit, 5 vendet që po konsiderohen si perla të pazbuluara që janë në prag të një transformimi të madh turistik janë Shqipëria, Mongolia, Slovenia, Kirgjistani dhe Uzbekistani. Shqipëria të renditet si destinacioni që po të rrejsh vëmendjen globale. E konsideruar gjithnjë më shpesh si një alternativë më ekonomike ndaj bregut të Amalfit në Itali, Shqipëria po shndërrohet me shpejtësi në një nga destinacionet turistike më premtuese të mesdheut. Me brigjet e saj përgjatë detit jon, fshatrat malor autentik dhe mikpritjen tradicionale, vendi ofron një kombinim unik të natyrës dhe kulturës. Në vitin 2025, Shqipëria priti rreth 12.47 milion vizitorë të huaj, duke shënuar një rritje prej 6.6% krahasuar me vitin 2024. Ky trend konfirmon pozicionimin e vendit tonë si një destinacion në rritje të vazhdueshme, po ashtu renditen edhe investimet e mëdha në infrastrukturë. Ndërto veçohen projektet rrugore si dhe lidhjet më të shpejta, siç është edhe hapja e tunelit të Llogoras në korrik të 2024-s, ku reduktoi ndjeshëm kohën e udhëtimit drejt rivierës shqiptare nga 30 minuta në vetëm 7 minuta, e duke bërë që zona të jetë më aksesueshme. Ndërto renditet po ashtu edhe zhvillimi i aviacionit, rritja e fluturimeve direkte dhe planet për ndërtimin e aeroportit të ri në jug të vendit pritet të rrisë ndjeshëm aksesin e turistëve ndërkombëtar.